e ka konfirmu atë që ka thonë fushatën e tij zgjedhore. Në fakt e ka befasu këtë qeveri dhe rajonin tonë në përgjithësi në nënvizimi, konfirmimi i rolit tij në arritjen e paqes mes dy popujve dhe e ka thënë mesazhin te popujt që janë në luftë që detyrimisht do të afrohen për paqe, por paralajmimi më i madh që do të parasysh është rikthimi të atë që ai e quan dëmtimi i procesit paqes. E konfirmon qëndrimin e LDK që marrëveshja e orit ka qenë e tamshme, dhe katër provizionit të saj është të keqe, dhe natyrisht ne besojmë që mes BE-s dhe administratës presidenti Trump do të ketë një koordinim sa i përket kreditur e zhvillimit, por mbi gjitha roli i tij është i veçantë. Pesha specifike e qëndrimit amerikan dhe roli i presidentit Trump në procesin e paqes dhe në përmbylljen e shtandartimit në Kosovë do të jetë kritik, kështu që do të bëhet gati. Kjo që po ndodh edhe sot, me mos konstruimin e kuvendit, me mos funksionalizimin edhe të qeverisë me legjitimitet të shkurtit dhe organeve të shtetit është shumë vonesë e madhe e cila nuk arsyetohet, nuk justifikohet, është e dëmshme dhe është bërë neveritshme. Jo vetëm për Arianit Kosovë, për këtë neve, nuk është koha e pushimeve. Po vje keq që duhet ta them që në mes kuvendit dhe zgjedhjeve lokale disa parti dhe në këtë rast partia e parë ka zgjedhën me qenë fokusuar në diçka krejt tjetër, por për ne pushime nuk do të duhej me pas dhe do dojmë të ndërtu një konsensus sa më i gjerë rreth projektit LDK-s për një qeveri të përbashkët, e cila mund ta përballon këtë agjendë, cila shton edhe para disa jave edhe nga vetë kryetari i LDK-s që agjenda shtëpisë bardhë në tavolinë të pritë që disa vite nuk guxojmë me leju me vazhdu me u vanu.